Ngritja e çmimeve të inputeve bujqësore dhe karburanteve godet fermerët. Kultivuesit e ullirit po e vuajnë këtë fenomen pasi aktualisht janë duke kryer shërbimet bazë si plerimi dhe shërbimet e tjera. Kultura e ullirit zë një peshë të madhe të ekonomive bujqësore, ku numri i rrënjve në prodhim në bashkinë e Divjakës i kalon 450.000. Çmimet e plerave bazë specifike për kulturën e ullirit dhe vreshtarisë kanë pësuar rritje të ndjeshme, ku varjojnë nga 95 deri në 120.000 lekë të vjetra për kuintal. Shtuar këtu dhe çmimet e larta të karburanteve për punimet mekanike që shtojnë ndjeshëm koston për fermerët. Nuk i përpallojmë dot, sidomos me plerat, DAP-in e ka marrë 100.000 lekë kuintalin. 100.000 lekë kuintalin në DAP-it i kam hedhë vreshtit. Ti vreqimi këtu bashkë me ulliret. Kosta i shumë e lartë, shumë e lartë, neve nuk e përpallojmë dot. Tashti me rakin e kemi shtëpi, vajin ullin e kemi pa shitur. E kemi shtëpi ato, rrugë nuk ka, se çfarë bëjmë nuk e dim. Jemi dorë të Zotit. Dumna qeveria i pak na uli këto plerat, na uli naftën, se këto po na marrim qafë. Këto çmimet e këtyre plerave kimike që përdorni vinë në rritje nga viti në vit? Nga vit në vit po vinë në rritje. Edhe biles edhe nga i shitës, nga tjetri ka ndryshime. 2.000, 1.000 lekë, ka lloj. A kanë të vjeçme, ka sy mjeçë se qysh nuk e dim. Ne dum që të bati standard. Pleu që merja unë për shembull vjet, pleu Kozmos, unë e merja me 90.000 lekë kuintali. Si vjeta i ka vajt, kalon 120.000 lekë kuintali, që është ple për këtë punë. Tani, derisa do shikoj llogarin time gjendjen, bile ai duhet ishte hedhur, po prap ka dhe gati 1 javë apo 10 ditë kohë për ta hedhur. Por nuk e di se çfarë do bëj. Po çmimet e karburantit janë në rritur si vjetë. Çmimet e karburantit? Po çysh dikon ja shikoj barin, unë të bar duhet ta kisha korrur. Të bar, do benzinë. Me 2.000 lekë nuk ja vlen. Punëtor s'ka, gjë s'ka, unë i bëj vet. Të gjitha gjërat. Në kushtet të mbijetesës, fermerët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit me subvencione për të vazhduar punën në investimet e tyre familjare shumëvjeçare. Specialistët e bujqësisë, përveç të tjerave, rritjen e çmimeve të inputeve dhe karburanteve ja faturojnë rritjes së çmimit në bursën ndërkombëtare të plerave kimik. Aktualisht, çmimi i fosforit ka pësuar 23% rritje, azotit 18% dhe potasit 8% krahasuar me një vit më parë. Një masndime nga ana e shtetit për fermerët mund të ishte heqja e TVSH-s për inputet bujqësore, mas e cila ndikon drejt për drejt në uljen e kostove të prodhimit për të gjitha kulturat bujqësore.